Një denoncimi pazakont është bërë në Elbasan ndaj policisë. Ramazan Reshka akuzon uniformat blu se kanë grabitur rakin, turshit, reçelin dhe speca djegës. Reshka pretendon se janë rreth 400 litra raki që janë marrë nga disa efektiv. 70 vjeçari thot se rreth orës 12 pas mesnatës, policët hynë në shtëpinë e tij pa autorizim dhe me dhonë. Ai është drejtuar me një ankesë drejtorisë së Elbasanit, por nuk ka marrë përgjigje. Kanë mbasti shtëpinë tash ka ardhur për kontroll policia, por para gjyqësore. Kanë kontrolluar shtëpinë gjithë komplet. Pasi mandat tjetër. Domthon kontrolli i dytë, mëna 3-4 motorëve, pa mandat dhe i dyti. Kush është ky shtet kështu? Mos i kontrollon, nuk gjen gjë tjetër, merr rakin që kishte për lokalin, se ka lokal, rakin që ka për lokalin, merr kompostën që ishte bën, si që bën familjet shqiptare gjatë verës, bën 28 kavanos komposta, edhe në shtëpi i marrin kompostën, i marrin edhe kavanos të bosh. Që kishte pas hang me kompostë kavanos bosh ja marrin. Ja sekursojnë të gjithë gjanat. Ramazan Reshka deklaron se policia ka ushtruar kontroll në shtëpinë e tij dhe ka ndaluar vajzën si dhe dhëndrin, por pa dhënë sqarime mbi motivet. Ka nga ora 2 natës, deri tash në këtë orë sa është ora tash? Deri në orë 10 janë për jashtë këtë kamerë. I kam kërkuar tifuz ujë, nuk më pranojnë. I kam kërkuar tifuz të hanë gjë. Ju ka provu edhe drejt e hangës, drejt e ushqimit dhe drejt e ujit. Menjëhershëm ka qenë reagimi policisë së Elbasanit. Në një njoftim për median, sqarohet se kontrolli është bërë nga krimi financiar në lokalin e qytetarit dhe se rakia e sekuestruar dyshohet të jetë kontraband.